Shikues të nderuar, jemi në fshatin Skevjan, pranë vetes e kam një qytetar i cili është me karrocë, i cili sot ka dalë me shfrytëzu të drejtën e tij për votim. I nderuam, si quheni fillimisht edhe sa vjeçar jeni? Quhem Hysen Jakupaj, në moshën 71 vjeçare. A e pati të lashe me dalë sot me votu? Që shkoj votimi? Votimi shkoj në gjendje të rregullt, të lashe s'pata, koha ke shumë e mirë, mujtë më ardhe në votime, pa pengesa. Pa të shoqëru kërkush? Kush. A dilni rregullisht në votime? Po, marr pjesë në votime, rregullisht. Për cilit vit kujtohet që merr pjesë në votime? Para kësaj here, edhe pej partisë ku ishe mas pari krizë të votojmë me anën e policisë, ne s'na leshin e votu Serbia. Ta është e dalim ma shlirë, e ndajmë vetin ma mirë. Çka po pret për këtyre zgjedhjeve? Presim sa ma mirë, të kem kushtet ma të mira, të gjithë. Çka është një mesazh për qytetarët e Kosovës, edhe për ata që nuk kanë dalë ende me votua, ju bën thirrje me dalë me votu? Ju bëj thirrje të gjithë ata që s'kan dalë me votu, të dalin të votojnë. Ta votojnë kanë qef. Po më intereson, shkolla këtu, a i plotësoj kushtet për me hyja, pa të pjerrin hyrje? Pat vetëm pragi ke pak. E jem pa për cels, me pragin pa të vështërsi, pragi dhe, që të gjë.